Nata e parë e festivalit të 64 të këngës në Radio Televizionin Shqiptar ngriti si pari në Pallatin e Kongreseve, duke shënuar nisjen e një edicioni që vjen me risi dhe një format krejtësisht inovator, ku këngët u shoqëruan jo vetëm me performancë, por dhe me efekte speciale. Magjia e skenës shoqëroi interpretimet live të 14 artistëve pjesëmarrës, të cilët u ngjitën në skenë të shoqëruar nga Orkestra e Radio Televizionit Shqiptar dhe bendit. Nata e parë u çel me këngën fituese të festivalit të 35 të këngës në Radio Televizionin Shqiptar, Pyes Lotin. E sjell këtë herë nga zëri El Hajdadanit, duke krijuar një moment emocionesh për publikun. Dyshja e moderatorëve, Salsano Rapi dhe Arilena Ara, drejtuan mbrëmjen, ku Arilena përloti sallën me një monolog të ndjerë kushtuar nënës. Dua të flas për ty, mam. Kur je fëmijë, e më pas, dyshja erdhi me një performancë muzikore, duke kënduar një këngë të Parashevi Simakut. Mos foli kush, natë prus. Shtatë antarët e jurisë, të cilët u prezantuan natën e parë, janë profesionistë të spikatur. Kryetari i jurisë, Ram Lahaj. Antarët, Belinda Budini, Anila Basha, Valentin Veizaj, Zef Çoba, Bleona Qereti dhe Ulen Qezari do të zgjedhin këngën fituese të festit 64 që do të përfaqësojë Shqipërinë në Eurovision 2026. Publiku gjithashtu do të ketë një peshë të rëndësishme me votën, ku qytetarët nga Shqipëria mund të votojnë këngëtarin e preferuar me një SMS përmes Vodafone dhe One, ndërsa Kosova mund të votojë përmes IPCO dhe Vala. Të ftuarit special ndezën skenën e natës së parë. Artistja 9 vjeçare, Kroni Pula, përfaqësuese e Shqipërisë në Junior Eurovision 2025, u duartrokit për performancën e saj me këngën Fruta Perime. Ndërsa kantautori Blashen Sata u prit me ovacione nga publiku për interpretimin e tij. Festivali i 64 i këngës në Radio Televizionin Shqiptar vijon të përcjellë emocion dhe muzikën më të mirë shqiptare, duke premtuar të tjera surpriza në netët në vijim. Festi 64 transmetohet drejt për drejt në RTSH 1, RTSH Muzik, Radio Tirana 1 dhe në RTK 4 në Kosovë.